Zoti Sheu, përgjithsisht raport me luftën dhe jo në raport me ne jemi të qartë, po ja le të ndryj, po ndryj, dikush kërkon analisti dhe njohësi çështjeve ndërkombëtare, Marlin Laçi, duhet të ndryj. Unë nuk jam analisti luftës, nuk jam ushtarak. Unë bëj analizën diplomatike. Ti je politikan, zotëri, edhe diplomat. Eksakt. Unë bëj analizën dhe unë e thash, Jo, ne bim dakord që qasja shqiptare, ka shi Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim qasja shqiptare, thotë. Nuk ka ndryshim, po Zoti Laçi. Se të njëjtën qasje ka patur edhe për Bashkimin Sovjetik, zoti Tritan Shehu ka qenë sekretari i rinisë revolucionare në atë kohë, kështu që nuk është se në kanë ndryshim. Një sekond, po, për ta çoj tani. E dyta, flasim për demokracinë, një sekond. Po nuk ka krahasim. Po ka krahasim pra tani se i njëjti ka qenë edhe në atë kohë. Do bëjmë bisedë. Po pra të bëjmë bisedë. Kur ka qenë Bashkimi Sovjetik, unë kam qenë vetëm 10-12 vjeç. Ka qenë. Okej, ke qenë me Kinën atë kohë, s'ka problem. Po s'ka qenë me Kinën. Nëse, domethënë këto qasjet e tilla, domethënë për të shpërtuar të vërtetës që Izraeli nuk është një shtet demokratik, por është një shtet apartheidial, i cili ka vrarë rreth 22.000 fëmijë, ka vrarë rreth 75.000 civil, dhe unë e kuptoj sikletin e zotit Sheu, sepse patjetër që do mbroj edhe interesin e tij politik, patjetër nuk e gjykoj në këtë pjesë, sepse ka qenë i njëjti për 30 vite, nuk pres që zoti Sheu të ndryshojë. Po mirë ka qenë i njëjti, që nga mirë pastaj. I njëjti për 30 vite, po ka qenë dikush tjetër para 30 viteve të tjera. Të gjithë para 30 vite, para 35 dhe në këtë kontekst unë gjykoj vërtet Shqipëria duhet të jetë palë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por me një limit. Ose shkëput zotin Sheu. Duhet të jetë gjithmonë me një limit. Për arsye sepse Shqipëria ka vendosur të aderojë në Bashkimin Evropian. Dhe për aq kohë sa kemi përfaqësuesen më të lartë të Bashkimit Evropian, si Kaja Kallas, e cila refuzon të bëhet palë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për një aventurë në cilën Izraeli e ka futur Amerikën në një luftë me Iranin, atëherë duhet të themi se qëndrimi i Shqipërisë, edhe qëndrimi vetë me rezolutën e famshme të kryeministit Rama, përbën, le të themi, një formë servilizmi në cilën politikanët shqiptar janë mësuar ta përdorin në këtë formë. Janë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Republika e Shqipërisë dhe Izraelit, të cilët e kanë mbajtur këtë rezolut. Kjo ndodhi për shkak edhe të interesit politik, duke qenë se zoti Rama nuk i ka fort mirë punët me drejtsinë, por gjithsesi dua të them që okay, kemi të bëjmë një regjim kriminal. Por a kanë guxim politikanët shqiptar, ashtu si që konsiderojnë Iranin si një regjim kriminal, thonë edhe për regjimin sionist Tel Avivit, për Benjamin Netanyahu, që është një regjim kriminal. Zoti Sheu nuk ka guxim ta thotë. Nuk ka guxim, sepse del aty dhe thotë që unë përfaqësoj qëndrimin e popullit shqiptar. Ne e dim shumë mirë se sa deputete përfaqësojnë qëndrimin e popullit shqiptar. E dim që këta janë deleguar të kryetarëve për shkak të listave të mbyllura dhe këto nuk përfaqësojnë. Do më thonë atë ndjesit dhe sentimentet e kludem, nuk ndërpreva, e popullit shqiptar. Dhe nuk bi dakord kur shprehet që neve nuk kemi asnjë interes. Por do të bim dakord që ç'mendon Sheu ta dëgjojmë. Po prima ta çoj deri në fund, pastaj Sheu ka dhe dezavantash, jo kanë studio. Jo, nuk është studio, po prapë. Duhet ta lëmë. Zotri, se kam çik të vështirë këtu të komunikoj që. Ndërpritet. Së pari herë, unë fola për një çështje dhe nuk fola në mënyra personale. Jo, qëndrimet e tua në rrjetet sociale kanë qenë luftë nxitse, zotri. Realisht, unë nuk të kanë qenë luftë nxitse dhe tepër islamofobe. Laçi është njëri hapur drejt për drejt. Të cilën ti e nxit. Nuk e di kush është. Dhe për këtë arsye, se ai thotë që Irani nuk e njeh Kosovën. As Vatikani se njeh Kosovën. Çfarë duhet të themi për këtë? Ta shpallin Vatikanin shtet terrorist. S'ka sens. Nuk e di kur. Nuk ka sens kjo. Ne po flasim për një konflikt i cili ndodh në lidhjet mesme, kush ka drejtë dhe kush nuk ka drejtë. Kaq. O zoti Ylli, unë nuk vazhdoj dot kështu me një megafon atij që kërkon të zhurmoj. Jo, unë po t'jap argument, mërse. Të vazhdojmë bisedën. Unë të mendimet e mi. Duhet të respektojmë mendimet e mi. Respektojmë mendimet e mi. Nuk fyva kërkëmt. Jo, asu nuk fyva. Unë thash vërtet. Qofse vërtet është fyrje, pastaj është problemi jot. Ai zotëria me një mungesë të thellë edukate. Jo, absolutisht. Kaq po. Sa gjëra të them, fillimet e pruam. Megjithatë, e lëm të vazhdojmë bisedën më mirë. Qofse vërtet është mungesë edukate, pastaj. Jo, s'ka të vërtetë. Ai po thotë çfarë mendon. Po nuk po them çfarë mendoj. Po jo duke i thënë atij mos mendo siç mendoj unë. Nuk po i them unë, ai të mendoj si doj. Okej. Flasë zoti Shel, flas. Po.
Po, çfarë pyetje keni atjetër për mua? Pra, ja, lanë gjysë. ju thatë që Amerika... Unë ju bëra një pyetje shumë thjeshtë. Sinqerisht, zoti Sheu, unë ende nuk e di pse bëhet kjo luftë. Ju thatë ai është një regjim. S'ka pikë dyshimi që është një regjim. Nuk e diskutojmë këtë pjesë. Dhe asë... Nuk e diskutojmë këtë pjesë. As kush na të ftuaj në studio nuk e dyshon. Nuk e diskutojmë. Por pse... Edhe unë thash edhe këtë gjë. Pse bëhet kjo luftë, unë nuk e kuptoj. Po, unë e u dhash përgjigjen që fillim është pyetje që... Do ta marr e thatë. Do ta marr, po. Ka shkaqe të dukshme, ato që përmenda unë për një regjim kriminal, gjaksor, terrorist, që kërkon të destabilizojë atë zonën, që të mbajnë në atencion dhe që ajo zonë nuk mund të lihet në dorë të terrorizmit, edhe këtë duhet të jemi shumë sinqert. Një regjim që përdor urrejtjen fetare, urrejtjen nacionale, që thotë vdekja Amerika, vdekja Izraeli, çdo ditë. Pra, një zonë e tillë nuk mund të lihet në dorë të një regjimi të tillë. Megjithatë, mund të ketë unë jam i bindur dhe shkaqe të tjera që ne nuk i dimë. Me kohë do t'i dim të gjitha, do t'i dim. Por sot jemi përpara këtij fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Izraelin po kryen një sërbëprim ushtarake në atë zonë. Dhe nuk është e vërtetë që Bashkimi Evropian është për kundër. Jo, sot për shembull janë 6 vende, nga të cilat 4 janë të Bashkimit Evropian, a 5, të cilët deklaruan se do ndërhyjnë dhe do jenë aktiv në ngushëtitjen e Hormuzit për të lejuar qarkullimin e naftës dhe ishin mjaft kritik dhe mjaft goditës për Unionin, jo për vendet individuale, se ka politika nacionale ka dhe politikat Unionit. Unioni është i prerë. Unioni është i prerë. Unioni, zoti Unioni Evropian, thotë Dinishi, thotë Unioni nuk ka dalë. Unioni thotë kjo nuk është lufta jonë. Shtetet veçanta kanë politikat e tyre dhe i bëjnë. Nuk i kundërshtojmë fare këto. Tani, shiko. Unioni nuk ka dalë me asnjë vendim unik. Shefja politikës jashtme Kallasta, kjo nuk është lufta e Europës. Melonin që ka tjetër qëndrim, ti ke sot. Sanchez tjetër qëndrim komplet kundër. Shumë kritik. Po, është krejt kundër Sanchez. Merci gjithashtu. Kështu është e vërtetë kjo. Meloni është ndryshe. Merci njerë ka qenë i të kundër në pozicionet e tilla disa herë. Sot Gjermania deklaroi që do marrë pjesë në mbrojtjen e transportit të naftës në ngushëtitjen e Hormuzit, pra një ndryshim ndryshe nga dje, ishte jo. Pra janë ca gjëra që janë fluktuante dhe që evoluojnë. Po ne, unë e thash qëndrimin ton si Shqipëri, si politikë e jashtme, që duhet kemi. Pra, ai që duhet kemi. Jemi shumë okej, tani, shiko. Ju jeni politikan, sigurisht, unë do të drejtoj pyetjet e politikanit. Njerëzit këftoj tu janë analistë dhe kanë edhe ju si politikanë ju mirë kuptoj keni limitet tuaja, qëndrimet tuaja të politikës. Dhe qëndrimet e politikës shqiptare janë shumë të qarta. Po pa dyshim se... Po s'ka pikë dyshimi... Unë do mbroj... Shqipërisë e shqiptarëve.